Ajo që dihet është që do thotë në aspektin e qeverisjes ne të gjithë e shohim nismën socialdemokrate si partner. Çdo herë vina me shpresën që diçka ka lëviz nga pjesa e kompit opozitor. E vërtetë është që qytetarët presin që ne me ofru zgjidhje, nuk është që kuptimi ne nuk kemi bërë lëvizje në këtë drejtim, ndërsa do të kemi lëvizje atë kur kemi reflektim pe partive politike që deri sot kanë refuzuar me aprovu komisionin përmes të cilët ne mundemi me hinë në pikën tjetër të tranzitit që është procedimi i kandidatit për kryetar të kuvendit. Po tash në vazhdimsi ka komunikim. Unë nuk jam prej atyne që kom zhvillu biseda ose komunikime, po në rastën do të mipet rasti me secilin prej deputetëve që deri sot nuk kanë votu komisionin, unë thjesht kisha me bo një pjesë të argumentit ose spjegimit pse është e rëndësishme për Kosovën, që Kosova me pas kuvend edhe në një afat tani më të shpejt kohora dhe qeverisë. Dhe çështja është që për negociatat me nismën social-demokrate dhe me zotin Lima, do thotë negociatat i zhvillon këtë rast lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti ose dikush nga pjesa e ekipës që potencialisht mundet me u delegu. Dhe takime ka pas para dikon 2-3 ditësh, nuk e di çfarë niveli është realizuar, po ka pas aktor vetëvendosës që e kanë konfirmuar një gjatë tjetër. Po deri në këtë fazë nuk kam dieni që këtë lëvizën diçka. Ajo që dihet është që do thotë në aspektin e qeverisjes ne të gjithë e shohim nismën socialdemokrate si partner eventual.